nga ana tjetër nuk e gjykoj të gabuar faktin që shpeshherë prindrit dhe familjarët e personave të prekur nga sëmundje virale mund t'i drejtohen për forma të lehta edhe farmacive, sepse farmacitë tregtojnë përveç medikamenteve që jepen me recet mjeku dhe ato medikamente që jepen pa recet mjeku, siç mund të jenë për shembull zvendësuesit e lengjeve, trisoli apo zvendësues të tjerë të lengjeve dhe elektrolitëve të humbur. Farmacistët mund të japin këshilla, sepse farmacistët janë po ashtu pjesë e bluzave të bardha, janë pjesë e sistemit shëndetësor dhe ata në përputhje me njohuritë, kualifikimin dhe përvojën që kanë mund të japin këshilla të dobishme, sidomos këshilla se kur persona të caktuar mund t'i drejtohen edhe spitaleve, qendrave shëndetësore apo në raste të caktuara edhe shërbimit të urgjencës. Pra nuk ka asgjë të gabuar që në rastin e dyshimeve të drejtohet edhe farmacive, por gjithmonë duhet bërë një dallim midis situatave urgjente me rrezik për jetën dhe shëndetin, ku drejtimi gjithmonë duhet jetë shërbimi shëndetësor, duhet jetë gjithmonë mjeku i familjes, mjeku pediatër në rastin e fëmijëve, mund të jetë spitali, mund të jetë në rastet ekstreme dhe urgjenca mjekësore, të cilët trajtojnë sipas shkallës së rëndesës edhe problemin